një rast i veçantë që me të vërtet ka ndodhur mrekulli. Njeriu ka pas në Gjermani jeton, shqiptar i Kosovës, ka pas mjeku, onkologu, ja ka zbulu 3 kancere në mëlçi edhe 2 tumore në tru, në kokë. Edhe normal që, i kom thonë, provoje. Ai edhe 8 ditë kishte me operu. Kishte termin për me operu. Thash ty të kanë mitë edhe 7 ditë. Ti nuk hum kur gjë. Fillo me pi vajgurin edhe vajnë e farëvtës në këtë formë, edhe ditën e 8 ti përgatitu me shku me operu. Ditën e 8 kur ka shku me operu, po shtren tavolin, ja ka njërë të gjitha kablat edhe vetëm po e presin specialistin me ardhë me fillu operimet. Mirë po, ka ndodhur mrekulli. Po e shef se 3 kancere në mëlçi me i pas, 2 tumore në tru, edhe njeriu i shëndosh me qenë edhe i disponuar, diçka nuk është në rregull këto, kanë menduar ndonjë gabim. Kanë pyet pacientin kush të ka dërgu ty këtu, thonë po specialisti, në Gjermani, normal që analizat janë, mund të themi pak më të sakta, ky ja bën një rezonancë magnetike. Në rezonancë magnetike i del zero, nuk ka as kancer, as tumor. Ky befasot, thot diçka po ndodh me këtë, gabimisht na kanë dërgu këtë pacient për ndryshe ky nuk është për operim. E thirr shefin e reportit, spitalit aty në Gjermani. Vjen ai thot, shef thot, e kemi një pacient, një rast me të vërtet pak i veçantë, ky shumë i disponuar, edhe ja bëra të gjitha analizat, ky nuk ka as kancer, as tumor. Thot, kom ja bëne prej fillimit, me gjak, me urin, me të gjitha analizat, me rezonancë magnetike të gjitha, i dalin krejt 0-0. Edhe vjen, ja re kran këti shqiptari, i joni këtu, komunës Vështresë, thot, djalo, ti shkon shtëpi, ti s'ki as kancer, as tumor. A e pyesin ata se çka ka përdorur gjatë kësaj kohe, ose çka ka ndodhur me të? Ky gëzimit, ky çod, luan aty, fillon me luan sallë operacione, dhe çka u bë me ty, a u trenu, qysh mos me trenu, 8 orë ka pas me gjatë operacione. 4 orë para operacione për me ja largu kancerin në mëlçi, edhe 4 orë me mikrokirurg në tru. Edhe normal që prej gëzimit, si ka dal nga sala operacionet aty, menjen prej korridorët, më ka thirrë me telefon, mysh dhe thash, po m'jen shumë mirë, falenderoj Allahun. Gjithsesi. Zotri Erxhan, por mjekësia alternative, sidomos në vendin tonë, ka paragjykime të shumta. Disa nga mjekët edhe nga shtresa intelektuale, po edhe nga, të themi, pjesa e gjerë e popullsisë të cilët kanë mendime të caktuara, kanë paragjykime. Çka do t'ju thojë këtyre njerëzve? Sepse zakonisht kanë paragjykime të mëdha dhe ndoshta ju etiketojnë në një grup të njerëzve të cilët merren me veprimtari të ndryshme që nuk do të doja as t'i cekja. Do me thënë një lloj njerëzi që bëjnë kamuflime të ndryshme. Unë secilin e porositi me lexu. Secilin e porositi me hulumtu. Kjo metodë nuk është e re, nuk është e imja. Kjo është mos të them, një mjek me emnin Rezah në Iran, në Persin asaj kohe, para 950 viteve, i ka përcjell disa punëtorë që kanë punuar në miniera ku nxirret nafta. I ka përcjell se në atë kohë s'ka pas dorza dhe me ato dorë, me naftë, janë ushqy, kanë hangër bukë, edhe i ka përcjell shëndetin atyne punëtorëve. Kur nuk kanë ndodhur ata punëtorë me osmu, me pas çfarë do smundjen. Edhe ky ka marrë, ka studiu, ka hulumtu pak. Këta punëtorë me ato dorë, me naftë, po ushqen, po hajnë bukë. Kjo i bie që në një farë forme vajguri është i domosdoshëm për organizmin, apo jo? Vajguri i përmban të gjitha elementet çka i përmban trupi njeriut. Që do me thënë e përthith organizmi njeriut sikur të tijen, apo jo? Absolut, se është edhe, jo vetëm që është bio, por vajguri i ka të gjitha grupet e vitamineve. Vajguri i ka të gjitha metalet, të gjitha mineralet, të gjitha karbonhidratet, të gjitha aminoacidet i përmban vajguri, kështu që pa vedinë e njeriut, ushqehen këto qeliza universale dhe ku ka debalans të shëndetit. Pa marrë parasysh në cilin organ të trupit të njeriut, shkojnë aty dhe e lokalizojnë dhe fillojnë me e mjeku. Normal që ndodhin disa raste, mos të them disa raste ekstreme, por
i lajmëron disa dhimbje, për shembull ka problem me mëlçi, i lajmëron disa dhimbje në mëlçi. Por ajo nuk është shqetësuese. Ajo është një shenjë e mirë se vajguri po e lufton atë smundje që e kete në mëlçi. Apo kudo edhe në zemrën, cilën do pjesë të trupit të njeriut. Zotëri Erzan, po ndalemi edhe tek që nga periudha e pandemisë, rastet me lloje të ndryshme të sëmundjeve kanë shënuar progres. Por njëra nga to, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe çdo kohë në Evropë, sot është një smundje, mund të themi smundja e re e shekullit që po ja atakon, sidomos fëmijët, është autizmi. Edhe ju e keni prekur këtë temë goxha mirë. A mundesh për gjithë ata që po na shikojnë me na tregu në pika të shkurta se çka mendoni ju që e ka sjell deri në këtë pikë këtë gjendje të fëmijëve? Kuptohet ilaqet e fundit, po flas për këto 10 vitet e fundit. Tash të koncentrohemi edhe për këto 5 vitet e fundit, prej kur është lajmëruar pandemia. Me të vërtet, më vjen keq të flas për disa fabrika farmakologjike të cilat miren me hulumtimin, me ilaqe të reja. Ato ilaqe të reja, sikurse edhe vakcinat, nuk po testohen mjaft. Nuk po testohen. Çdo vakcinë, çdo ilaq, pa marrë parasysh, çdo tablet, çdo sirup, 7 deri në 9 vite do të testohen nëpër laboratoriumet e veçanta tek shtazët, tek mijët, jo tek njerëzit.